Ju janë lët fjalën edhe liderit opozitës ose krahut luftës, liderit kryesor të krahut luftës, a patët problem kur janë lët fjalën? Kjo ka qenë një situatë emotivisht në jetë imja ma e ronda. Apo? Ma e ronda se unë ndala fjallën mas shumë lutjeve se ishte një fjalë krejtësisht jo parlamentare, jo edukative, jo sjellje e vrasht, edhe unë disa herë luta, tërheqa veç. Kur e pash që nuk ka fjallë unë ndala mikrofonin, edhe thash ndalje pastaj, edhe tash dur të më dridhen aj edhe Fatmir Limaj. Po tha që në rrët parë një fjallor që nuk ekziston fjallorin tim edhe kur të përlahna dhe me miqë, unë nuk ekziston fjallorin tim. A ju tha ju? Po. Pas janë dole fjallën? Jo, të dalë. Të dalë. Përfundoj seancat i parë për skript. A ju dhe Fatmir Lima? Po. Unë ju kam fy. Fyrjet, unë thonë fyrjen më të madhe në histori për herë të parë edhe deri tash që të kush nuk më ka bua mishamje. Unë jam pa prind, do me thonë kanë vdek, nënën nuk e njoh, veç babën i këm pas 3-4 vjetë, dhe kur në atë temë prek dikush jam gjithmonë, nuk reagova, kur gjo për më thirën unë miku me njëherë, mësë Zbrav Salla, e morën fort me të mirë. Fort me të mirë se në qizoheshin. Edhe unë më punojnë, do shta inteligenca fshatareske, ku di une, thash në Kosovë ka fillu demokracia, sot është ditë shumë e madhe. Se kërkonit për shembull me përjashtu prej parlamentarës krejt grupin, për krejt partinë, tash jo në sinën.